Allahun e falenderojmë, prej ti falje dhe ndim kërkojmë mbrojtje prej të ligave të shpirtit tonë. A që Allahu subhanahu wa ta'ala u dhe zënë në rrugën e ti të drejt nuk ka kush që e humbë. Dërsa atë të cilin e lëmë të humbur, nuk ka kush që u dhe zënë në rrugën e ti të drejt. I dërgojmë salavatet Muhammedin a.s. Familjes ti të pastër, shokëve ti të ndershëm, dhe gjithë atyre cilët ecin dhe e ndjekin rrugën e ti me përpikshmëri, mlenin në Allahut dashurit e mi. T'ju lajmëroj se për këtë hutbe kem vendos një temë që është temë shumë më rëndësishme. Kisha pas dëshirë që se prej neve me qeni me mençëm këto shka kem me thonë. Është për ibadeteve të zemrës që kem nevojë shumë me i fol vetës për këtë çështje. Është për adhurimeve të zemrës. Është për punëve që Zoti ka kërku prej neve dhe ka pyet për ne për këtë çështje. Na ka pyet në Kur'an në formën e pyetjes na ka bëu për këtë ibadet. Çka i kem punë me këtë ibadet? Për çka është fjala? Është fjala për mendimin e mirë për Allahun, husnu dhannu billah, me pas mendim të mirë për Allahun. Po dyshim se mendimi i mirë për Allahun është një begative më të mëdha në dunja që Allahu ja dhuron robit. Na krejt thonë kem mendim të mirë për Allahun. Gjithë na thojnë se na kena mendim të mirë për Allahun, por jeta reale, jeta praktike të lënë me dëshiru shumë. Ky din nuk ka ardhur me u deklaru me gjuhë. Po, është një pjesë e deklarimit me gjuhë. Kur është çështja e shahadetit, duhet ta themi shahadetin me gjuhë, por aty shahadeti pasi që e them me gjuhë, dëshmin la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, duhet me ndet detyrimeve të saj me punë. Nuk mjafton me thënë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah tani mundar u kry. Jo, sa jo ka detyrime. Po inshallah kur ti vjen rendi, kem me folë edhe për detyrimet e fjalës la ilaha illallah. Husnu dhann billah, mendimi i mirë për Allah subhanahu wa taala, që thash është një prej ibadeteve të zemrës, është ibadet që duhet me qenë i dukshëm në jetën tonë. Më na u pa, edhe pse është i zemrës, më u pa në veprën tonë që na kena mendim të mirë për Allah subhanahu wa taala. Para dhe Allahu në librin e tij famlar që shtash na ka bëu këtë pyetje, fa ma dhannukum bi rabbil alamin. Çka është mendimi juaj për Zotin e botrave? A ke pyet veten me dhon vetës, çfarë mendimi në për Allahun? Çfarë mendime? A di çfarë mendime ka në mesin tonë? Kur ai bëhet apo sprovohet me ndonjë bele, me ndonjë smundje, me ndonjë humbje të dashurit ti, e ky pa fjala e keqe në popull, sa që i konë bëhën e Zotit. Po tje dhe me dash me i bo, s'punesh me i bo. Sa që i konë bëhën e Zotit, që më goditi kështu, kjo mendimi keq, kjo mendimi mirë për Allahun. Para ta kështu dashurit e mi, që shka dhe Abdullah ibn Mes'udi radiallahu anhu, që të regon vlerën e madhe, edhe begatin e madhe që e ka robi me pas mendim të mirë për Allahun, thot Abdullah ibn Mes'udi radiallahu anhu, "Walladhi la ilaha ghayruhu, ma utiya 'abdun mu'minun shay'an khayran min husni dhanni billah." Thot bashaat që nuk meriton të adhurohet me të drejtë përveçti askush, nuk është dhuru thot robit besimtar diçka më hajër, më të mirë se mendimi i mirë për Allahun. Pastaj dashurit e mi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë hadith i cili gjendet hadithi në koleksionin Imam Bukhari dhe gjej këtë hadith të ban dashurit e mi. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allahu tabaraka wa taala, ky është hadith qudsi. Ana inda dhanni 'abdi bi. Thot unë jam tek robi jam ashtu siç ai mu mendon. Fa in dhakarani fi nafsi, dhakartuhu fi nafsi. Nëse ai më përmend sot Allahu, më përmend robi jam në vete, unë e përmend atë në vete. Wa in dhakarani fi mala'in, dhakartuhu fi mala'in khayrun minhum. E nëse ai më përmend mu në një grup njerëzish, në publik, unë e përmendja ato në një vend dhe më të njëse të vendi të re. Wa in taqarraba ilayya shibran, taqarrabtu ilayhi dira'an. Thot nëse më afrohet robi mu një plëm,
unë i afrona ati një krah. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an. Nësa im afrohet mu një krah, unë i afrona ati një pash. In atani yamshi, in atani yamshi. Nësa im jem duke hec, ataytuhu harwalatan, unë shkoj taj të vërën. Çfarë Zoti i madh? I afrohesh Allahut një plën, të afrohet një krah. I afrohesh një krah, afrohet një bash. Nëse shkon të hec taj, vjen ai të të vërën. Ya Allah. Qalat Allah ka thënë Kur'an, ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Çka është me ju që s'e madhëroni Allahun me madhërinë që i takon? Na thirë Allahut, fefirru ila Allah, ikni të Allahu. Disa pej neve për fat keq ikim prej Allahut. Nuk ikim të Allahut, po ikim prej Allahut. Për atë, mendimi i mirë për Allah subhanahu wa ta'ala. Në veket të ngjarje të madhe, qërë doshurit imi. Nëse dënë me e marrë vesh dinin e Zotit, me e marrë vesh që praktikohet feja Allahut, merë lexo për jetën e pejgamberëve. Pejgamberët kanë pitë mas shpirti madhru Allahut. Shëmbëltyra më e mirë për ne, jo pejgamberët e Allahut. Merë i kësiri pejgamberët që shkanë vetru. Mendimi i mirë, ku jem të mendimi i mirë, du me i përmend të pejgamberët të dhajë, edhe me përmjur këtë të. I pari, Ejubi a.s. Ejubi a.s. dashur e mi, ka qenë një prej pejgamberëve të Zotit që Allahu ja ka bo bashkë, edhe pejgamberësin, po i ka hep Allahu pasuri shumë ka pas. Ka pas pasuri shumë, ka pas evlat shumë, ka pas gra shumë. 60 vite mirësi, begati. Kër i ka arrit 60-an, Allahu ka nisë me sprovu. Mas porti i kanë dek gratë. Buri mërnu pa grua bele. Pa bele është, kush e ka provu, nuk ka plot, që jonë në pleshnit që babaki që i 20 vjet i ka dek gruja me vetën, i ka fyt 2 kratë, i ka fyt. Pa gru, zar është. I deqen gratë. Pastaj Allahu, jamun edhe evlat, i vdishin krejt evlat. Dhe i sa mbeti Ejubi a.s. veç me një gru, aj edhe gruja. I hupi pasuria, ju pen krejt. A veç kaq, ja qëj Allah subhanahu wa ta'ala një smundje, atë smundje të rëndë ka pas Ejubi a.s. sa që kanë dalë krimbat e kremekumullah për i trupit ti. I ka po krimbat për i dalë për i trupit. Ja ka që Allah një smundje, për i dalin krimbat për i trupit edhe për i kruhet trupit. Për mërë me kru trupin me fejt e ti, për i bir fejt për i krurjes. Për mërë burin ka arë të respetit që që përmen, Imam Tabari, në tefsirin e ti, për kërë komentan ajetet që do të përmendi tash, thot e ka marë burin dhe ka nisë me fërku. Mishin e ti deri sa ka arrit burin ashtin e ti prej sikletit. Në ato momente, ka nisë dhe një ere keqe me i dali, ka thonë gruja dhe thonë mon shpes mund dhe mërnuna bashkë. Do të me të barë me të cuni ka sola thjerë. E ka që ka thonë 2 renditët për ju shimë. Paramendo që farë gjendje, pasuri, evlad, familje të madhe, për një herë vetu. E ojës ka që smundje, peshet për i dollë krimbat për i trupit ti. Po bënë sabër, po bënë dhurim, po me ndonë mirë për Allah subhanahu wa ta'ala. Ndështë fa gruja e ti, si kurse që është adeti i grave. Gratë, Zotin arrujt me bo me të lypë t'i shka të lypë gruja, jepi bre, veç po s'ket të haram. Kura haram s'bën një. A është halal, shka të lypë jepja. Sa jo kure lypë, me le trenohet. Që ashtu adeti i të ne është. Disa lodhen, jepja, le, dhe t'i gjithë Zoti. Edhe aja bëjt e presionin e Ejubit. Sa herë një kemi apërbuken, të gjotë njeri, kja s'pëshemër që shqepo, pësemër e s'pe lutë Allahun, pejgamberi Allah, me lutë Allahun, Allah me shëru. Ejubi, sa herë i theke, o mërë gruja jeme, theke, po 60 vjetë Allahim ka jep jetë, shëndet, mirëqenje, po t'jen tërtë me lutë Allahun, që shfar robi i mirë. Na, do pejneve, unë një thumë me po me hejtë, a unë këtë peja e marrë që ka jetë thumë,
Me bozët nga rujt pak diçka, me ky dorën, ku 500 zavoja i qëtë e pështirë, thusht, kjo kon komandant i luftës 2 botërore. Për fatkes. Ama qëre Ejubi a.s. sa robi mire dorimtar. Po ti kur presioni u po i marë, atër Ejubi, jërët Allah, asë sa, me edep jërët Allah. Dishaj këto ajete që ka thotë Allah që ka përshkru lutjen e tij thotë wa Ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Fa edhe Ejubin kur i lut Zotit ti, Ejubi kur i lut Zotit ti tha anni massani ad-durr, tha nga godit, tha një musibet, nuk tha kam bjen nishi, po m'dalin kribat pi trupit, po m'dhem e kështu, jo, anni massani ad-durr, m'ka godit një fatketsi, wa anta arhamur rahimin, e ti e maj me shish me shirus. Sa thot Allahu, fastajabna lahu, thot ju përgjigje me nërë ati, fakashafna min durrin, fakashafna, kjo që ndikaj ajetin, kjo ajet dashurit e mi, o pej ajeteve, vallahi billahi, i ajeteve të dha. Thot fastajabna lahu, fakashafna ma bihi min durrin, ju përgjigjem në ati, edhe ja largum atë musibet, atë fatkeci, smundjen e ti, wa atejnahu wa ahlahu ma mithlahum rahmatan min indina wa dhikra lil abidin. Ja këthym familjen e ti. Ja këthym familjen e ti, thot Allahu, edhe e lëm na Ejubi si për kujtim për robë tonë të mirë. Dhe në ditë kiametit ka më lezu kjo. Ka armë Bidaju në Nihaju dhe këthire e përmenë, po ashtu në këtë gjallë e përmenë dhe Imam Bukhariu. Një pjesë kësa në gjallë në sahihun e ti, kur Allahu e shëraj dashurit e mi, Ejubin a.s. dojnë të popullit ti, kur e pa në popullit e Ejubin, që Allahu e ka shëru. Nishtë ka pak më talë me ta. I thanë, ajeti aje Ejubi që ke posë shumë pasuri. Aja Ejubi që ke posë shumë gra e shumë fëmi. Nishtë më talë me ta, ama Allahu, kur talët dikosh me dashurit e Allahut, Allahu ndërhyn si len më talë me dashurit e ti. Ka arën transmitim edhe të e përmend Imam Bukhariu, e ka qutët Allahu subhanu wa ta'ala miran bi kokën e ti. Kanë nisë me ra qypat dukatit, në formën e karkalecave me kanë bush gjybe e ti me qypat. Me dish dikush e ndigon këto brapa kamerë, dhe se s'po flet, inshallah në mesin e ju s'kaksi. Se dhe se ka në mesin e ju kësi që nuk e beson kësaj, wallahi du të më shku me njerë bismillah me kësyrë, se besimi ti s'është në regull. Po të kush brapa kamerë, në dhe që prolla, ani bëhet prolla, qashtu, bravo, që me shemë, prolla. Pret të jedhune, kena me prit, vjen vdekje, shpejta dhe mori vesh, kush ka kalëzu prolla, kush ka kalëzu realitete. Që shtu përmen, dhe Allahu tërthura si këtë ajet për të regëllët, dhe ja këthym në ati, i dhurum, familjen e ti dhe të gjashëm me ta. Ka arë transmetim, Allah ja kanë zhlallë dhe gratë dhe fëmit e ti. Për mësë me elon kesh, robin e ti të mirë. E përmenda Ejubin, mundet dikush, pipa besimtarve, ose për atyre që e kanë imonin sa fje e flokët, si kanë me imon në me dhëtë që po ta prynë një fakt që e prek me dorë dhe e shesat. Rasti Ibrahimit a.s. Kura me ndimi mirë për Allahum. Allah subhanahu wa ta'ala e urdhëraj Ibrahimin Khalilullahin, e urdhëraj Khalilullahum mikun e ti, me marë Haxherën edhe me që prej Shamit me që në Mekë. E mërë Ibrahimi Haxherën, sa i kishë lind Ismaili djali ti, edhe dërgojnë Mekë atje. Kër e dërgojnë Mekë në kohë kër e ka dërgu Ibrahim a.s. Haxherën, nuk ka pas kur gjonë të asë qatë s'ka existu. Haxherja për i thotë tha, për e merë Ibrahimi për e qanë atje kër e qaj, e kështë mi thes me vetë me disa hurma në të thes, edhe disa ujë, jo me shumë. Që disa hurma, pak ujë ala aty. Që farë grajën kohë. Sot në gratë tona i rëmë shëpit tona me këtë ushime që ka jonë. 800 herët i kurën e vetë, ka je, ambrive, a erdhe, kur ti me shku, kur ti mu këthy. Aje ka gore ka që grudë e vetë me disë shkretinës në tjetë. Me disa kokra hurmat, do uj, edhe e kalon edhe unisë mu këthy në shamë. Haxherja për i shkën mas, o ti njeri, që shpo në alenë një tokë, Allah i ka regjistru këtë fjallë, po në alenë një tokë, po tokë jo pjellore.
qëre mendimi I mirë I Haxherës radiallahu anha. I kur I tha, e Allahu amarak? Tha Allahu tha ka urdhnu? A Allahu tha, ka urdhnu ty, me na lun neve këtu? Ja bon Ibrahimi me kry kohë. Qa tha Haxherja? Idhen la ju dajjiuna. Atërë tha, nuk ka me na hunë kur neve Zoti. Qëra mendimi I mirë për Allahun. Sebeb I këti mendimi të mirë kësaj përneshe, Allah subhanahu wa ta'ala kuru ishtë I etur, Ismaili s'kesh oj, ju hargju oj, lypke oj, nisi prej Safas në mërga me lyp të nga. Kush ka qenë hargjetin ritualin e Safas në mërgas, atër Allah e urdhej me rekul Gjibrail tha, do të ditë me krahke të toke me godike dhe dëlluizë e zemit që sot musliman të pinë. Që prej mendimit të mirë të Haxherës, Allahu e boni atë ujtë beku musliman, çdo musliman që do të la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, ka qep me pipi zemzemit. Çdo musliman që do të la ilaha illallah, ka qep me shku me traçapën e bekume. Jo me shkash, e boni Allahu që pastaj u kthy Ibrahimin me Ismailin me ndërtu çapën, fakt I prekshëm, që na e shohim, që musliman zemra të çapën me pa të vend bekum, fa ej'al afitatin min an-nas tahwi ilayhim. Dhe të bëj thashe emrat e njerëzve të përmalohen për atë vend bekum, qësion të përmalu me fort bilem jo ndashurit e mi. A përshë mendimi I mirë për Allah subhanahu wa ta'ala dhe për fund ndashurit e mi, Khalilullahi Ibrahimi a.s. Ibrahimi a.s. ndashurit e mi, kjo buri madhë, kër I erdhë melek el moti, mi amar shpirtin. Erdhë mi amar shpirtin Ibrahimit. Ibrahimi I tha, ku ke pobre, tha, miki mikun me bo me vdek. Tha, ku ke pati, tha bre, tha miku mikun me bo me vdek. Tha, atër Allahu I zbriti shpalli, tha, ja Ibrahim, tha, o Ibrahim, tha, po ku ke pobre, tha ti dashnori, me orej takimin me dashurin e ti, kër e nditi Ibrahimi këtë fjallë ka Allahu ta, ja melekul maut, o meleki vdekës, sa mërë ma shpirtin ma shpejt se po mdo këtë jetë aga, mërë ma shpirtin dhe se po du takimin me Allahu subhanahu wa ta'ala. Shatë dashurit e mi mendimi I mirë për Allahun, wallahi billahi nuk ka mendu, që shtot Abdullah ibn Mesudi, pasha Allahun, pasha atët, tek I cili shpirt jem është në dorën e ti, dhe që nuk meriton adhurohet askush me të drejt përveç ati, nuk mendon të robi mirë për Allahun, dhe se Allahun ka me e trajtu ma atë mendim qësh a I mendon për Allah subhanahu wa ta'ala. Mendon mirë për Allahun a I dashur jem, mendon mirë për telashet tuja që I ki, nuk je I vetmi që I ki telashe, nuk je I vetmi që je smut, nuk je I vetmi që je fukara, nuk je I vetmi që je me bela, po mendon mirë për Allahun subhanahu wa ta'ala. Ja'a lil arabi il maut, I erdh një beduinit vdekja, I than të mut, ki me vdek, tha, e qka tha? Mas vdekjes, ku ko me shku, tha une, tha ki me shku të Allahu, tha atëhere, pse mu mërzitu në pasi ko me shku të Allahu subhanahu wa ta'ala. Kjo është mendimi I mirë për Allahun, dashurit e mi. Allahu në I mbush zemrat mendim mirë për Allahun, mendoj mirë për Allahun në I dashur jam. Wallahi billahi, nuk është doru robi t'i shka ma khajre, ma të mirë se mendimi I mirë për Allahun subhanahu wa ta'ala. Allahu në bohë që me pas mendim mirë për Allahun, me pas mendim mirë për Allahun subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.